Ke nxjerr mu keq. Kemi makinë, s'ka makinë, se s'ka më shumë lek. Hajde pak të thiri, vetëm jam të dal vetëm. Vetëm hajde Po atëherë do mbërë blok. Atëherë do mbërë blok kur të erdhe që tash jam fier, mbërë blok. Hajde pak në thirë, nuk të kam parë në thirë unë, po vetëm hajde në O vlla, policia shtetit unë nuk do fyja asnjë ligj. Vetëm nisu pak. Mos po vlla. Live-in të hapur. Vetëm Ore të kuptoj, atëherë do fier, am futë blok. Po. A je në Lushnjë tani? Po. Okej, Lushnja nga Fieri 10 minuta rrugë. Je me makinë, vetëm nisu pak. Ore do vi po. Po me live se maj do të makinë se myllet, po. O vlla, i sekondë se di u që keni qef. Atëherë do fier, pare jave. Atë shkrujta jam fier, am bërë blok. Se di unë kur ke ardhur në Fier, nuk të kam parë asnjë. Ti se di, am shkrujtë në dark, hajde në fier, edhe bërë blok nesër kur të erdha. Emrin e ke Gres për kuptoj pak. Vetëm hajde të ulemi pak, bëjmë një muhabet unë e ti. Ti mbaj live-in hapur. Ti mbaj live unë. Të ulemi të bin, ti mbaj live-in hapur. Unë vetëm duhet të flas 2 sekonda me ty para live-it. Okej? Nuk vi për çfarë me të ardh live? Pa a ke qef me fol me mua? Hajde pak në Fier, no? Po du me fol me ty, unë fol me ty. Unë fol me ty privat, nuk fol live. Me respect, whatever. Vetëm hajde në qink Fier. Unë sa jam lartë tani, gati jam. Vetëm total. Hajde pak Fier, shkruaj ma numrin privat, ti rri me live-in hapur. Ta jap, unë policia shtetit nuk do fyj asnjë ligj. Vetëm hajde pak. Policia, pse po Lushnjë pse s'vjen ti? S'ka makinë, nuk jam. Ta paguaj vlla jo taksin, a do me ta sjell taksin? Besoj unë taksista. Unë do dal në kamp deri diku, e do të them hajde ulu. Valla, po unë s'jam besprem. Unë ta sjell taksin e të vish, po të bëri gjë taksixhi, unë të kam borxh jetën, ja ku jena këtu. Kur të vishte mu takoj flasim, hape ti live-in, pse ta hapun? Sa gjëra, vetëm hajde pak, sikur të kapa eve duke shar. Prandaj po të them, vetëm hajde në çik Fier. Mos ta zgjasi me biseda, mos ta zgjasi me live me gjëra. Unë nuk do të bëj ndonjë gjë. Unë vetëm dua të vish ti Gres, e di ç'a dua. Vetëm dua të shikoj pak fytyrën tënde kur ti je drejt për drejt me mua. Unë e ti drejt për drejt. Ç'a menon ti? A menon se më bën dot gjë më që thos do të bëj gjë? Wallahi e din, dorën Kur'an, vetëm dua ta shikosh çish ke për të ndier këtu në zemër kur ti je drejt për drejt me mua, valla. Po hajde, a pse s'vjen? A do me ta pagu taksin me ardh? Për çfarë? Unë as nuk njoh, ti s'ke asnjë urgencie në jetë. O vlla, apo më thut në kesha. Diçka për robt e këto gjëra. Më mirë mos ta bëjmë live. Për robt. 10 minuta live, je 10 minuta. Për robt? Unë i kam sa gjëra në telefon, vetëm hipi më. Okej, nëse të kam sha me rob thuj ç'a dushti. Unë vllai ti po merr më thumu ke sha. Pse s'vjen me mkap më burr? A do me mkap? Jam Lushnjë, do ta paguaj taksin. Gres, për zotin, ke për të patë audiencë të papar. Do ta jap vllai një farë. Po vlla, nuk jam diçka, kur ti je drejt për drejt me mua, me sytë e mi. Se në live është ndryshe. Vetëm dua ta shikosh pak kur je drejt për drejt me sytë e mi. Unë e ti mbaj live-in, vetëm edhe zërin lere hapur. Vetëm duhet të shikosh diçka kur ti je me sytë e mi drejt për drejt. Po, unë kam qef vish ti dhe ta mash ti live-in hap, jo unë. Dalë unë do të nga Fieri, unë kam detyrimet e mia, kam një nën 96 vjeçe, 4 vjeçe, po pret bëhet 100 vjeçe. Unë kam shpërblimet që duhet bëj para se të ndrojnë tikim të dynjaja. Po vetëm mos ki frikë se stikën jeta nga mumër, hajde më tako, siç do më takoj unë ty në Fier për qef. Do i gëzosh ato 4 vjetë, nga unë s'vjen vjet dekja, ti ru nga Kozaku në i tjetër që ke asmëri, jo nga unë s'vjen dekja ty. Ne të dy mund zihemi kështu. Unë e njoh vetëm ti, po Gres, unë po të kam një gjë. Ti je 10 minuta larg je brenda makinë. Jemi o vlla, ti je, gjoj sekondë, tash ku është problemi. Gjë pak. Ti je në shtëpi, jem 10 minuta larg, unë jam ti je në shtëpi 10 minuta larg, unë jam qendër Flushës, jam 10 minuta larg. Ta sjellun taksin, hajde më tako. A kupton? Është thjesht. Si? Si njëri shumë i ndryshëm. Me flet si njëri komplet i ndryshëm. A feti i më një fitë. Unë po ta them, wallahi e di për Allah. Për Allah, nuk ka marrë vesh që ke qenë Fier. Ti je personi i parë që pa më fot. Për kokë familjes, për kokë familjes në të live-in. Po zgjatet shumë biseda në live. Po tash kur s'pëlqen, atëherë do të shkruajta u Gucci jam këtu më fute blog direkt.
Vetëm po të pyes. Rëndësi vlla. Për zotin, unë nuk të vi, po jam duke të prit me gjithë shef. Shikoj, jam zbafur ti vesh çarapet të vet atletet të dal pim një kafe. Por vetëm duhet kuptosh diçka për të më shkruar drejt për drejt në sy gre. O vlla, hipi makinës hajt më burr. Niveli me çfarë? Dëgjoj, secili ka vuajt në jetë. Po niveli ku jam unë në Grece, kush je ti, është completely different, bro, është ndryshe. Pra po Ç'a di për mund, jo Gucci, nuk je vetëm ti në botë, o Gucci. Për zotin se je vetëm ti në botë. Botën time ti as nuk ke rëndësi, vlla. Po sikur po më përmend Pse ti, si pam njoh, a ishe ti që merr dhe mu si burri mirë, ti s'ke njoh mas nga Semi, as nga Aleksi, nga Klevjo, ke fut live, ke shkruajt, më ka thënë menaxheri im jam çuni mirë, më them unë jam kraun e Semit, do mbështes Semin, unë thash o Gucci, unë s'kam gjë me Semin. Dil nga live-i më the, dil nga live-i unë do mbështes Semin, dole nesër e shave Semin me rob. Edhe ty të erdhi natë që të thash unë. Kështu e ke shoqërindi që dele shan tjetri me rob nesër? Grec, hipi makinës, hajde pak të bleta aty të pim. Ore të makinë jam duke të prit, pse s'vjen? Po vesh çarapet, hajde pak. Hipi makinës kam bro, je me makinë. Vetëm një kafe mbaj pak live-in hapur. E vetëm duhet më shikosh pak drejt për drejt në sy. Live-in mbaj audiencës. Duhet ta shikoj dhe populli qysh. Nuk dua, o vlla. Nuk do të O Gucci, ti ke qenë 5 muaj në burg, unë s'dua audiencë. Unë kam qef me marr ti audiencë. Hape ti live dhe hajde ti. Armra nuk kam. Fika nuk mbaj se s'duhet të haj me shtetin, vetëm do dal pak e duhet të flas me ty, të pim një kafe. O vlla im, unë s'dua audiencë, ti ke qenë 5 muaj në burg, unë kam pas. E di që ti ke nevojë për audiencë. Hape ti live-in, hajde ti. Grec, mos ma zjat me bisedën, vetëm please, wallahi e din. Edhe dëgjoj, është sune e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë e di që ti e ndjek. Është suneja ne ta përballojmë me njëri tjetrin. Ti po desh e mbaj me kamerë, unë po them më mirë ta bëjmë fshet. Do t'jap 2-3 sekonda do t'jap në kam. Vetëm hajde në qik. Wallahi e din, dorën Kur'an, prita ma Kur'anin nuk do t'hambe. Një sekond se ti da. Një sekond se dorën është sune e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çuna mos priti sekond se ti. Mos do me mgjujt ky mu? No, vetëm duhet shikosh pak veten në sytë e mi, se si shumë po i jep gojës në live lo. Vetëm hajde pak e ti po dish audiencë, unë do jem me live fikur. O Gucci, nuk do audiencë nga ty, me dash audiencë nga ty, unë t'kisha shavlla. Ty është të djek pse unë po të them vërtetën, është të djek jo? Djek, mua po mikën zari, më mirë hajde përballohu para se të ngrihem, se po unë ngrita, juve mi lingonja atë unë vetëm Jo, ri mos u ngriher, A do të vish këtu? A do vish 10 minuta jam, te bleta. Si e ke ti 10 minuta në makinë, unë e kam 10 minuta në kem. Ore, di e vllai, po kam qef me ardh ti mër burr. Do vi unë pa problem di tjetër, vetëm hajde pak, 1 sekond tek vllai. That's it. Je musliman. O zemra vllai që thuti hajde vllai, do me më thënë vllai me mrradh. A je musliman e Greca? Po mër, si jam musliman, e besoj shumë te Zoti. Fadel akhi. Tafadel, takullah, aki vetëm tafadel. Ore, si frikacak. Po normal që frikacak se ka bë, normal që frikacak se ka bëj 20 vjet pa lesër budallaj, jem dot me këtë me grushta tek për tek, e kuptoni dot? Unë nga birucat nga spionimi. Po le. Unë të shoh ndark do bëj ushtrime me atë çndoshin ti, po leje tash i muhabetin. Kap gallata e qefi vëlla. Si vetëm ti që je më i afër, je 10 minuta. Hajde pak lutem. Ti mbaj live-in hapur po desh. Unë vetëm duhet mi shikosh pak sy. Ball për ball. Buç me rob, unë vi po nuk të besoj e bisha. Nuk besoj, kështu që unë nuk jam besprem e din gjithë. Më mirë hajde ti. Dgjoj mua, dorën në Kur'an, unë nuk hajem dot me shtet. Me shtet e me ligj unë nuk hajem dot. Unë po çfarë do me mbrap? Do me ndesh tek me mu. Vëlla, ti mbaj live-in hapur. Ti po desh e rri me live hapur. Unë se dua për audiencë. Unë vetëm duhet mësoj diçka ty vëlla, si shumë po më përmend. Pam njoh si shumë po më përmend. Vëlla, po pse ju djeg ju kur ju doni me mu, kur ju ulun ju prekeni ju, a? Ore, jeti kush e ke jetën pas mbari vëlla, sikur si shumë po fut hundët te jeta ime. Pam njoh. Po vëlla, ke fut ti te jeta ime, a je ti tash, a do të folim apo do të bësh kështu ti, si të pëlqen ty? Unë kam makinë. Hajde, më ke 10 minuta larg, hajde bleta. Po s'kam naft, moriq. Hajde ti mor burse, s'kam naft. Hajde ta sjell unë taksin.
Alright, Grec. Mos më përmend më. Lutem, më mbaj emrin tënd jashtë shkollës time. Mbaj emrin. Ta rujt zoti atë nënën që ke aty ty, po që Dëgjoj, unë do ngrihem, me ngadal, unë do ju ndjek, do i gjej juve një nga një. Po më mirë Grec me që je vllai im në Islam, hajde përballoj vet çka kam për të ofruar ty, para se të qepem unë nga mbrapa. Jo vetëm unë, unë me ujqërit e mi. Se kam qenë një jetë të tërë jetë vetëm nga zozat jam shqyr, më dilin nga 50 veta më kapnin. Kanë kap peng torturë, mbi torturë. Shqiptarët më denonconin, fusnin burg. Më mirë hajde përballoj me Hajde përballoj shqiptar. Para se të qepem unë nga mbrapa me ujqërit e mi, se tani jam bashkuar me gjakun. Skepse më qep o vlla, se unë jam në rrugë, nuk është se kam mika, kupton, po unë aty zvisëm ose ndeshëm. Nuk të ngjova. Nuk të ngjova. O që unë angjohem. Angjohem. Një sekund, prit ndarme po të vi prap, një sekund. Live in direct at press. Ata fik live in at press. Or guq, për kokt familjes, nëse nuk të presun ty, nuk të vije vlla, se të kam marrë. Kam 10 minuta në kem. Jam njëri që ecin kem. E kam 10 minuta në Por e kupton që nuk ndeshëm dot me ty unë tek e tek se më rrefti mu drejsh. Kam 10 minuta në kem. Ta fik live in direct, kam 7 minuta, ta fik direct. Ti mbaj hapur. Unë vetëm duhet mi shkosh pak si drejt. Nuk ndeshëm. Por nuk po më dhe llafin, gjë. Po më dhe llafin që nuk do nde. A je në fenë të drejtit. Është sune e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë e ti të përballojemi. Unë po të vet dorën në Kur'an, wallahi e di nuk do të ham bes. Armë nuk kam se nuk dua të haj me shtet, nuk hajm dot me shtete me ligj. Ore me armë. O guq, me armë të rafun ty, po kam frikë se mos vjen me grusht tek e tek, se me armë fitoj unë me ty, e kam sigurt. Nuk prek me grushta. Unë e ti po uzum, unë do të ram me plemë. Wallahi e din me plemë do ja nis me ty. Ti je i pari që je 10 minuta larg. E po e marr me ngadal. Po desha hajt përballoj vet. Bismillah të fatë inshallah. Wallahi e din ta fiket pres nisma numrin. A dhejmë shumë plemat. O vlla, a do me ardh? Pafshim të lutem, mos ma mba me emrin tim gojnë tanë. Nuk ta përmend. Ahi, khalas. Ngjo, unë po ta çoj numrin, kur dush, post pritam shaj, bëj ç'a dush. Okej.